Që kemi goca, mirë se vini në videon e radhës. Atëherë sot do ju bëj videon e eksperiencës e lindjes time. Don't play with it, don't be dishonest. Atëherë në TikTok ju kam bërë një video pak më të shkurt. Këtu do e bëj më të gjatë dhe do ju tregoj më shumë detajet e vogla. Atëherë fillojmë. Ka qenë data 14 gusht. Data e lindjes nga doktorët ishte 18 gushti. Por erdhi më përpara dhe kam lind 39 javëshe plus 4. Kështu që kam lind me 15. Me 14 qenë pushim, domethënë me dhe burri ka qenë pushim nga puna. Dhe fillu të rregullojmë ta gjëra në shtëpi dhe u lodha. Domethënë kisha ndru gjitha dollapet, gjitha gjërat, u lodha domethënë. Pastaj vi orari me flet gjumë. U shtriva, po nuk po më mërte gjumi në asnjë mënyrë dhe ndjej diçka. Ora 2:30, diçka e tillë. Dhe ikin në banjo dhe shoh gjak. Dhe I thash burrit, hajde ikim në spital, shohim se ç'a është. Se është pozitiv o është negativ. Domethënë as nuk mora çantat, as nuk mora çantën e bebit, as timen, as asgjë gjë. Vetëm mora atë kartelen e shtatzanisë dhe ika. Koha që hipa në makinë dhe kur zbrita dhe u futa te spitali në prishën ujrat. Dhe I thash, ju lutem hapni derën se mu prishën ujrat. Nisi u futa, më morën dokumenta, gjitha gjërat, e thanë, po, t'janë prishur, ti je në fazën e lindjes. O bëbë. Një gjë në klapa të vogël. Isha para se më zënë gjumi, domethënë që kur isha në shtëpi, kisha shumë dhimbje, domethënë po gjuante shumë Lea. Dhe I thosha burrit, kur do vijë ditë, do kaloj kohën që kam, domethënë 18 gushtin do e kaloj dhe kush e di kur do e bëj, do më bëjnë me lind doktorët, atë frikë kam pas, por shqyr nuk ndodhi. Themi historisë para. Shkuam aty dhe më ulën te një karrocë për më nxu te dhoma lart. Dhe I thash burrit, o zot, ç'a thash çfarë, ç'a thash tani ardhi dita. Unë personalisht nuk kam pas frikë nga lindja, sepse thoja gjithmonë ka lind më keq se unë, ç'a kam unë që se të bëj dot. Por në atë moment më kapi, me të mi thënë drejtën. Më kapi frika dhe akoma s'kishte fillu as dhimbjet as asgjë, po më kapi. Nejse, ikëm te dhoma, te një dhomë atje dhe vazhdon të kishim vendosur atë traqatu, nuk e di si quhet shqip, por është kjo për rrahjet e zemrës të bebit. Lea kishte fut gjumë. Në shtëpi ishte tërmet se po më gjunte, domethënë s'kishte gjuajt në ndër aq fort dhe aty e kishte zënë gjumin. Aty I thash, si është gjendja, mund t'i them burrit të iki të marrë çantat, po s'është problem se ka kohë për të lindur. Kështu vazhdoi deri nga ora 4:45. Herë më çunte dhoma, ku do rria, do flija. Më çon aty dhe kam nejt aty deri pastaj kur ka ardhur momenti I lindjes. Por ka qenë ora 4, si u thash, 4:45. Nuk shifja orarin. Dhe thosha me veta, thosha. Në orën 10 kam lind, thosha, dhe mami nuk e merr vesh se kam ardhur në spital, se gjas me thonë, nuk do të më ditë mami të më qenë në spital, sepse vajza buan më shumë, nuk I di këta thënë shqiptar. Por spoiler, nuk është e vërtetë, e ka zbulue, nuk ka në spital, po e ka di që jam të lind. Se nga ora 5-6, me vazhdojnë të dhimbjet, domethënë dhimbjet e para ishin si të lehta, por ishin e ndjeja. Dhe ju sugjeroj gjitha grave vajzave, që të kenë burrin afër, domethënë nga fillimi deri në fund, domethënë burri im ka qenë mbështetja ime më e madhe. Më ndihmon, domethënë kur kisha dhimbjet, të vjen me kap diçka, nga aq fort me shtrëngu diçka, domethënë vetëm të dora e vet, isha e qetë, domethënë u qetësoj dhe më kalonte. Dhe kështu ka nejt deri në fund, ka nejt vetëm me mua, as nuk ka ngërë bukas, gjithçka që kam bon ka bë dhe ai. Dhe I falenderoj për këtë normalisht. Dojmë me vazhdojmë prapë me këto dhimbjet kështu, çdo 5 minuta, 10 minuta. Nuk ishin konstante. Pastaj nga ora 2:30 pas ditës,
vazhdon të jenë konstante, lindja shumë afër. Dhe i thasha, kam nevojë me shtyp. Dhe se kishte arë momenti. Më thanë jo, mos shty se prit edhe pak se s'ka ardhur akoma. Ne si thash më qëni të dhoma e lindjes gjithsesi. Atëherë, unë kam pas gjithmonë qef me lind në ujë, në vaskë, domethënë. Dhe kështu kam bërë, domethënë, kur i ka në spital i thash, është vaska e lirë. Sepse më kishin thënë, nëse është e lirë, mund ta bësh. S'është nevoja me prenotu. Okej, thash, sa shkoj, thash, është e lirë? Po, është e lirë. Okej, vazhdojmë. I thash më qëni se më qëni të vaska. Nëse i këm të vaska dhe nejta aty pak, isha dhimet prapë forta, ka ndimu doktoresh, dhe më thënë, kam qenë nota 10, dhe më thënë për doktoresh që më ka ndimu, që për të marrë frym, për të ndimu, për dhimbjet, për krejta, dhe më thënë, kam u futa në ujë, vaska ishte një litar i madh, i ngjitur me murin, dhe e tërhiqje, dhe më thënë nga dhimbjet, ishte një gjësh, nuk e dija si ishte kështu, për ishte shumë bukur. Nejta në ujë nuk ndryshoj gjë, dhe më thënë. Thash, ta provoj pak të shtrat, ishte një krevat dopje, nuk ishte krevat, sigur që është këtu, krevat dopje, nuk ishte krevati i lindjes, se përdorin tjerët, po ishte krevat kështu normal. Më thënë, hip këtu edhe provojmë këtu. Provova për ca, por thash që të futem prapë në ujë. Domethënë, unë ja u sugjeroj gjitha vajzave të lindin në ujë, sepse nga një dhimbje të tjetra është ajo pauza që ju lën me marr frym. Domethënë, unë nga një moment merrte gjumi, domethënë ujti i nxehtë që të vinte, ishte prapë ajo zorra e ujtit që ujë, edhe ujti i nxehtë domethënë më ka të ndihmonte shumë. Pastaj u futa prapë në ujë dhe aty shty, atëherë ishte hera e duhur. Ora 2:03 deri në orën 5:25 kam nejt aty dhe në 5:25 ka lind Leushi. Ka lind Leushi vogël. Ja kam dalë, domethënë. Edhe do e bëja 100 herë, domethënë tani që Lea është 7 muaj e gati. Unë i kisha harru edhe mujnë e parë, domethënë 1-2 javë të para i mon me ndhimbjet, edhe thu prej herë do pres edhe pak pa fëmijë tjetër, ose aty thu s'do bëj ma kur fëmijë, për së është të vërtet, domethënë kur kalon unë i kam harru për vete dhimbjet si kanë qenë, momenti që harroj kur normal, por dhimbjet harrohen gjithçka nga ai moment se pastaj domethënë të vjen në jetë jeta juaj. Se s'ka gjë më të bukur se fëmia. Një gjë tjetër, para se ta mbyll, sipas meje, sipas eksperiencës time, gjëja më e vështirë nuk është lindja, gjëja më e vështirë është post lindja. Sepse unë për vete kam pas ndihma se vetëm nga gjithçka që të ndryshon nuk është e thjeshtë. Domethënë, edhe kam pas fatin që kisha një beb të mirë, si me thonë, jo që qante gjithkohës, që ishte kështu, që najherë varet ka fëmijë. Por kam pas fatin edhe që goca ka qenë kështu, edhe që kam pas ndihma, kam pas vjerën, kam pas mamin, kam pas motrën, kam pas burrin, dhe kam qenë shumë e lumtur për këtë, se shumë gra mund të kalojnë presionin postpartum. Dhe unë e kam kalu, domethënë, e kam kalu pa ditë, sepse më kishte ka baby blues, nëse nuk gaboj që e quhen ashtu, domethënë, kishte një periudhë mbasi linda, 2 javë, qaja kot, pa lidhje. Domethënë, vinte mami, qaja. Ikte qaja, rria këtu, kot, qaja, pa lidhje. Më thëshim se qaja nuk e di. Ishte e pa, domethënë, nuk dija se çfarë ishte. Pastaj lexova që ishte një nga këto depresioni që ishte. Por fatmirësisht e kalova veç me këto qajtme. Pastaj ishin 2 javë, 10 ditë, aq ishte. Në vajzat që linin do ju sugjeroja të dini më shumë për mbas. Domethënë si të bëni me bebin, si të për vete, si të ndryshon trupi, të rish gati, gjithënja. Ka shumë gjëra që nuk i din, domethënë nuk i din, nuk t'i shpjegojnë saktë kur bën kurset
para lindjes. Unë 2 ditë kam shku të këto kurset, po nuk kam shku fare. Por nuk shpjegojnë vetëm, do me thonë, lindjen, si do të me marrë frymë, si gjëra, jo gjëra që vinë brapa. Kjo ishte videoja, dhe nëse ju pëlqej, bëni like dhe bëni subscribe se më bëhet qefi, do me thonë. Edhe ju presin video në radhës. Paqim!